Me Emira Broshin nga Demokracia Plus për takimet e liderëve të shtetit Kosovës që i kanë pasur në margjinat e Asamblesë së Kombeve të Bashkuara dhe më pas edhe për pezullimin e dialogut strategjik dhe zhvillimet të tjera në vend. Atëherë, mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirë mbrëma, mirë se gjeta. Faleminderit shumë. Emir, kemi parë që liderët tanë kanë udhëtu me agenda të ndara, në takime të ndara dhe ka pasur disa takime në kuadër të Asamblesë atje që po zhvillon punimet. Si duhet i shohim këto takime dhe cilat mund të jenë pritjet nga diplomacia që po i shohim atje? Po udhëtimet e ndara me agenda ndara janë edhe treguesi më i mirë i politikës të jashtme të Kosovës, do thotë e pa koordinuar, e ndarë dhe pa një vizion të qartë se çka dëshirojmë të arrijmë. Në realitet, takimet e presidentës, ministrës të jashtme në detyrë dhe tashmë kemi konfirmim se ka udhëtuar edhe kryeministrin në detyrë drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë takime të pakta, të vakta, janë takime të cilat në fakt nuk do duhej të ndodhnin në masë kaq të vogël. Zakonisht në të kaluarën, edhe kur kam qenë pjesë e Ministrisë Punëve të Jashtme, java e Asamblesë Gjenerale të OKB-s ka qenë një javë jashtëzakonisht e ngarkuar me takime, e shpeshherë nuk kemi mundur të marrim frymë kur kanë qenë ato takime. Ndërkaq tash janë pak takime me liderë të vendeve të cilat nuk janë edhe aq të rëndësishme në këndvështrimin e Kosovës, do thotë për t'i arritur qëllimet strategjike të Kosovës. Do thotë këtu mos keq kuptohem, nuk ka shtet pa rëndësishëm, megjithatë kur flasim për arritjen e synimeve tona si shtet në politikë të jashtme, janë disa shtete tjera të cilat ne duhet i kemi pikë synim, e cilat duket se Kosovën fatkeqësisht po e bojkotojnë dhe kjo është edhe një mesazh i keq i cili i dërgohet Kosovës në margjinat të përvjetorit të 10 të formimit të Kombeve të Bashkuara. Dhe si muatet suksesi këtyre takimeve, me mesazhe që përcillen, me atë se si përçohet pasaj në diplomaci, me numrin e takimeve, apo si muatet më shumë? Po janë fillimisht numri i takimeve, është cilësia takimeve, që ka del prej atyre takimeve, dhe në anën tjetër niveli i takimeve. Deri më tani kemi parë që presidenti Osmani ka pasur shumë pak takime me krerë shtetesh, dhe aktualisht në New York ndodhen 193 krerë shtetesh. Do thotë gjithë krerët e shteteve të botës janë aktualisht në New York dhe deri më tani takimet kanë qenë shumë pakta, me shumë pak përfaqësues shtetesh. Njëjtë është edhe rasti me ministrën e jashtme në detyrë, edhe ajo ka shumë pak takime, sot ishte takuar me ministrën e jashtme të Shqipërisë, shumë mirë. Megjithatë, ministrën e jashtme të Shqipërisë mund ta takoj çdo ditë tjetër. Sepse ka shumë afër. Do thotë, bukfalisht janë 3 orë që na ndajnë. Ndërka që fokusi do duhet ishte me ministra të tjerë të jashtëm të vendeve tjera, ato që s'mund t'i bëjnë në bazë ditore. Dhe kjo është ndoshta edhe tregues pse do thotë ne jemi duke ballafaquar me një politikë të jashtme shumë pasive. Ministria jonë e punëve të jashtme përgjatë këtyre 5 viteve ka shërbyer më shumë si Ministri e Diasporës dhe jo e punëve të jashtme. Do thotë i kemi pasur misione diplomatike pa diplomat, kemi pasur problemet të mëdha në përfaqësimin e vendit jashtë. Shefatant misioneve më shumë merren me angazhim të diasporës tonë se sa me do thotë me takimet me krerët e shteteve se ku shërbejnë. Dhe kjo do thotë është tregues i qartë i qalimit që Kosova e ka në politikën e jashtme. Megjithatë është një tjetër fakt i cili ne duhet ta kemi parasysh, e ai është që përgjatë këtyre 5 viteve të fundit Kosova ka ndërmarrë veprimet një anshme të pa konsultuara e të pa koordinuara me askë, edhe këto tek alatët kryesorë të vendit, e që në rastin e Kosovës janë tek për shtetësinë tonë, për shkak se politika jonë e jashtme dhe sigurisë varet tërësisht nga ata, janë të pakënaqur dhe duket se Kosovën po e bojkotojnë. Tash para se të hyja në studio, e pash edhe një takim që ishte zhvilluar me do thotë të dërguarin për misionet posaçme të presidentit Trump, zotëri Grenell, i cili ishte takuar me liderët e rajonit, ndërta ishte presidenti Osmani. Megjithatë, për shkak të imazhit që zotëri Grenell ka, presidenti Osmani kishte zgjedhur rast të mos e nxjerrte në rrjetet e saj sociale këtë takim. Kjo do të tregon se ne më shumë po merremi me inate dhe po merremi me politikë brendshme duke bërë politikë të jashtme, e kur bëhet kështu, do thotë edhe rezultatet mungojnë. Po, dhe si e dëmton
shton pozitën ndërkombëtare të Kosovës se gjithë kjo strategji e gabuar që po thuan diplomaci? Po, marr parasysh faktin që Kosova është shtet jo i njohur plotësisht ndërkombëtarisht. Kosova po merr pjesë në përvjetorin e 80 të OKB-s jo si një shtet antar, por si një vend liderët e cilit po shkojnë aty me qëllim të takojnë sa më shumë lider. Marr parasysh që ne nuk kemi kontroll në kufit tanë, do thotë sigurinë na e garanton një aleancë perëndimore si NATO-ja përmes misionit të saj KFOR-it në Kosovë. Kjo tregon se ne duhet jemi shumë më të kujdesshëm në mënyrën se si bëjmë politikë të jashtme dhe të mos bëjmë populizëm me politikën e jashtme. Nganjëherë është e rëndësishme që në çështje të rëndësishme ne t'ja transmetojmë qytetarëve se si qëndron realitete, mos i hedhim hi syve atyre, duke marrë veprime e duke ndërmarrë masat cilat janë do të thotë favorshme për një votues, për një grusht votash, për në cilat në aspektin afatgjat Kosovën e dëmtojnë jashtëzakonisht shumë në politikë të jashtme. Po, në anë tjetër, si duhet ta shohim fushatën nëse mund themi të agresive të Serbisë që e ka nisur tani, a i bën edhe kjo dëm mjaftueshëm pozicionit ndërkombëtar të Kosovës me gjitha këto? Po, absolutisht i bën dëm pozicionit ndërkombëtar të Kosovës për shkak se Kosova nuk ka as institucione të konsoliduara. Ne tash afër 8 muaj po bën, ne jemi me një qeverinë detyre e cila nuk mund as të ndërmarrë veprime që i takojnë një qeverie me mandat plot. Në këtë situatë ne duhet të kemi parasysh që Serbia normalisht se do ta shfrytëzojë. Serbia ka bërë këtë edhe në të kaluarën, ka pas vazhdimisht fushata agresive kundrejt Kosovës, megjithatë në të kaluarën kemi qenë më të përgatitur që t'i bëjmë ballë atyre fushatave dhe në anën tjetër kemi qenë në raporte më të mira me aleatët e tanë e ata edhe na kanë ndihmuar për t'i bërë ballë këtyre sfidave. Tash jemi edhe më keq se ç'kemi qenë ndonjëherë për shkak se në një mungon qeveria, në dy mungon një koordinim brenda institucional e ndërinstitucional për politikën e jashtme dhe në tre mungon mbështetja nga shtetet kyçe të cilat kanë ndikim në politikën ndërkombëtare. Po, dhe si duhet kuptuar këtë mesazhin për pezullimin e dialogut strategjik me SBA-n? Çfarë serioziteti ose çfarë niveli kemi raport me SBA-n? Kur flasim për dialogun strategjik, dialogu strategjik është diçka që është iniciuar nga presidentja në vitin 2021, është nënshtruar në janar 2025 dhe akoma nuk ka filluar. Do thotë këtu do thotë nuk është se Kosova realisht humb diçka nga pezullimi i dialogut ndërkombëtar. Pezullimi i dialogut strategjik, pezullimi i dialogut strategjik është më tepër një mesazh që i përçohet Kosovës e qytetarëve të saj, ku thuhet se Kosova dhe institucionet e saj nuk janë partner do të thotë mjaftueshëm serioz për Shtetet Bashkuara të Amerikës për të vazhduar me dialogun strategjik. Dialogu strategjik është dialog i cili ndodh në çështjet nivelit të lartë mes Kosovës dhe SBA-s në koordinim në politikë të jashtme, në politika sigurisë, në politika infrastrukturore, energjetike etj. etj. Do thotë nxjerrja e Kosovës ose pezullimi i dialogut strategjik me SBA-t në terma real nuk është se ne humbasim diçka për shkak se asnjëherë s'kemi pasur këto koordinime, megjithatë kjo tregon se vendi jon fatkeqësisht ndodhet në pozitën më të ulët në raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shkak se po arrim deri në një pikë sa të na godasin deri në atë mas sa të pezullohet një marrëveshje e nënshtruar tani më. Shto këtu faktin se ne jemi edhe në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian dhe kjo për një shtet si Kosova, i cili nuk ka një alternativë tjetër, për dallim nga Serbia e cila nëse prishet me perëndimi mund kthehet nga Rusia, nga Kina, nëse kemi një alternativë të tillë, ne duhet të ulemi këtu brenda vendit, institucione, aktor politik, media, shoqëri civile, edhe ta rimendojmë e ta rikalibrojmë totalisht politikën tonë të jashtme. Në mënyrën se si po ecën, çfarëdo qeverie që mund vi nesër, nuk mund ta kthej situatën aty ku kemi qenë, të paktën jo kollaj. Do të marrë vite derisa Kosova të rikthehet aty ku ka qenë. Nuk është rasti veç me Kosovën që po ndodh. Do të thonë, i dëgjoj shpesh disa krahasime të prindit me fëmijën, nga njëherë prindi e qorton fëmijën, por kjo nuk kupton se nuk e do. Krahasimet të tilla në politikë të jashtme nuk duhet ndodhin.
politika e jashtme bëhet me interesa. Ne kemi shtete si Australia, cilat vazhdimisht kanë qenë alat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë alat shumë i madh ekonomik, janë alat ushtarak, kanë qenë me Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftërat e Irakut e të Afganistanit. Megjithatë, tash nga marrja e mandatit presidenti Trump po refuzon të atakoj kryeministrin albaneze të Australisë. Do thotë, edhe shtete shumë të mëdha e me shumë peshë në skenën politike globale nuk po arrin të kenë marrëdhënie të mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës, e në këtë mes Kosova, e cila është pa peshë, e cila nuk ka as fuqi ekonomike, as ushtarake, as politike, nuk mundet bëhet arsye e pengesave të arritjen e qëllimeve strategjike të administratës amerikane. Rrjedhimisht, ne duhet ta rimendojmë totalisht mënyrën se si qasemi politikës jashtme, e veçanërisht politikës së brendshme, e cila shpesh herë bëhet arsye e problemeve në politikë jashtme. Megjithatë, Emir Desh Farmasi konsideron që janë shkelur vijat e kuqe në mënyrë që SBA të vinte deri te një vendim i tillë, dhe do të jetë i vështirë tani edhe largimi i këtyre masave të Bashkimit Evropian pas këtij vendimi për pezullimin e dialogut, apo thjesht nuk mund të lidhen. Po janë shkelur vijat e kuqe vazhdimisht ndër vite. Do thotë është filluar me ngritjen e tensioneve ndëretnike në vend, cilat më pas janë pasuar me dërgimin e njësiteve speciale në veriun e vendit, më pas kanë qenë zgjedhjet për kryetarët e komunave në veri të vendit, cilët u zgjodhen pa legjitimitet qytetar me nga 2-3% votave atje, tek heqja e dinarit, tek tentativat për ta hapur urën e Ibrit, dhe tash tentativa e fundit për ta nxjerrë nga skena listën sërbe. Gjitha këto, ani pse mund të jenë legjitime dhe gjitha kanë qenë legjitime, por janë implementuar në mënyrën e gabuar, këto kanë çuar në fërkime mes Kosovës dhe alatëve të saj. Do thotë, janë shkel disa herë vijat e kuqe në raportet ndëretnike dhe marr parasysh situatën gjeopolitike botërore. Kur e kemi një anë luftën Rusi-Ukrainë, në anën tjetër e kemi situatën në Gaza, ku po zhvillohet një gjenocid, atëherë ne duhet ndalemi dhe të mendojmë, a kanë luks alatët tanë të merren edhe me çështjet tona, cilat e cënojnë sigurinë brenda Ballkanit, për shkak se këto i japin pretekst Serbisë për ndërmarrë veprime, cilat mbasi nuk do duhet as ti konsiderante. Rrjedhimisht, në gjithë këtë konstelacion, Republika e Kosovës po bëhet nga njëherë pengesë duke shkelur disa vijat kuqe, siç janë në këtë rast respektimi drejtave të minoriteteve, që derivojnë nga pakoja e Ahtisarit, e cila edhe ka mundësuar shtetësinë e Kosovës. Dhe këto veprime, këto kritika, nuk po lexohen drejt nga qeveria, nuk po ditë lexoj, apo thjesht u duan tani për qëllime elektorore, apo si duhet kuptuar? Jo, unë mendoj se ata i kuptojnë qëllimisht, i kuptojnë, mirë po qëllimisht i këtë që informojnë qytetarët sa i përket atyre politikave, për shkak se këto shërbejnë për një grusht votash më shumë. Dhe dhe këto me politika tilla arrin të marrin vota më tepër, por në dëm dhe në kurrez të institucioneve të Kosovës, të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe të armës tonë. Po, dhe tani kur e bëjmë krahasimin, Serbia shihet si destabilizuese me veprimet e saj edhe në rajon edhe në Kosovë, në anën tjetër nuk ka masa, ndërkohë ndaj Kosovës ka masa dhe një pezullim. A është tani qeveria drejt për së drejti fajtore për gjithë këtë situatë si po e shohim, apo kanë faj këtu edhe shtetet tjera cilat nuk e lexojnë ndonjëherë situatën drejt, apo ku është problemi? Faji do të thotë për këtë çështje është i ndërsjell. Mirë po, fajin kryesor e barë qeveria e Kosovës, fillimisht për ndërmarrjet veprimeve pas kërkesave eksplicite që mos ndërmirën veprime tilla, dhe në anën tjetër për shkak se ka dështuar në politikën e jashtme që ta shtyjë përpara do thotë narrativën e saj dhe t'i bindë shtetet anëtare se ajo që apo bën është e drejtë. Do thotë duke marrë veprime pa u koordinuar dhe duke mos ditur t'i transmetojnë ato veprime në kryeqytetet kryesore botërore, ne kemi arritur në këtë pikë. Në anën tjetër, Serbia vazhdimisht është destruktive, vazhdimisht
është kërcënim për sigurinë jo vetëm në Kosovë, por në rajon, megjithatë në politikë të jashtme, po janë më të zotë se ne. Po janë prezent edhe në Washington, edhe në Bruxelles, edhe Berlin, Londër e Paris, po janë prezent edhe në Moskë, në Pekin, dhe rrjedhimisht po arrin që të dalin nga situata cilat nuk do duhet ndodhte, por po dalin pa therr në këmbë. E në anën tjetër, për shkak të një mungese të qartë strategjie politikë të jashtme, për shkak të mungesës lobimit, për shkak të inateve politike brenda vendit, Kosova vazhdimisht po del keq në politikën e saj. Dhe me gjitha këto tema, këto tensione që kryesisht këto vitet e fundit janë të lidhur me tensionin në veri, apo shohim që vështirë do të rikthehemi procesi dialogut dhe mund të rritet përsëri presionin ndaj Kosovës me gjitha këto kritika, këto vendime? Unë besoj se procesi i dialogut nuk ka çare pa u vazhdu. Në konstelacionin aktual politik është e vështirë që të arsyetohet rifillimi i dialogut për shkak të veprimeve të cilat janë ndërmarrë në ndërkohë. Megjithatë, unë prapë them gjitha këto duhet të jenë një alarm për shoqërinë kosovare. Për skenën politike fillimisht, për shoqërinë civile dhe për mediat, cilat duhet të mbledhen së bashku, duhet të bëjmë bashkë, duhet gjejmë një rrugë se si dalim nga ky ngërç. Megjithatë, a shqen një gatishmëri tillë me këtë gjuhën, sidomos polarizuese mes partive fillimisht? Aktualisht nuk e shoh një gatishmëri për ta bërë një gjë të tillë. Megjithatë, ne duhet të kujtojmë se 26 vite pas luftës e 18 vite pas pavarësisë, Kosova qëndron më keq në politikë të jashtme se sa atëherë kur nuk ka pasur institucione fare, i ka pasur institucione paralele. Në të flasë për periudhën e viteve 90. Atëherë kemi pas më shumë qasje në kancelarit kryesore europiane e amerikane se sa tash. Dhe thot, ne përgjatë këtyre 5 viteve të fundit e shohim se presidentja e vendit, kryeministri i vendit, takimin nivelin më të lartë që kanë arritur të atakojnë Shtetet Bashkuara ka qenë sekretari Blinken. Ndërkohë që në të kaluarën, presidentët e kryeministrat kosovar janë futur në zyrën ovale. Dhe thot, presidentja Osmani si këshilltare presidentit Sejdiu ka pasur takimet nivelit më të lartë se sa që arrin të ketë tash si presidente e vendit. Dhe thot, edhe kjo duhet shërbej si arsye për këndellje. Po dhe e mirë këto tregojnë që jemi hapa prapa sa i përket integrimit Bashkimin Evropian, NATO, në Këshillin e Evropës, apo çka po ndodh tani me këtë pjesën e integrimeve? Në pjesën e integrimeve ne duhet të shpresojmë në një mrekulli, do thotë për shkak të situatave gjeopolitike, ndryshimeve që po ndodhin gjithandej nëpër glob, mbase na ka vala dhe neve integrohemi mirë, po sa i përket strategjisë e mënyrës se si ne po punojmë në drejtim të arritjes së këtyre objektivave, jemi absolutisht shumë larg edhe nuk shohim ndonjë afrim të mundshëm të paktën në të ardhmen. Dhe cila konsideron që do duhet ishte ndoshta strategjia qeverisë së ardhshme që kishte një fokus më shumë në zhvillimin e brendshëm të vendit, dhe të mos kemi fokus vetëm tek një komunitet i saktuar ose te dialogu dhe zhvillime që kryesisht lidhen me dialogun e mbesin peng i atyre temave pasaj. Po, cila do të qeveri e cila formohet në Kosovë, tash pas kësaj periudhe zvarritje, duhet që ta ketë qartë që duhet ndarë politika e jashtme me politikën e brendshme, e tek politika e brendshme duhet ndarë çështja e veriut të Kosovës me çështjet e tjera si që janë zhvillimi ekonomik, thithja investimeve e tjera e tjera. Do thot, aktualisht komplet aparati qeverisës është marrë vetëm me një çështje të caktuar që ka qenë veriu. Është i vetmi sukses që kjo qeveri mund të krenohet. Megjithatë, kur flasim për inflacionin, për çështjet ekonomike, për politikën e jashtme, thotë kjo qeveri ka dështuar absolutisht në arritjen e objektivave të saj. Prandaj cila do qeveri që formohet në Kosovë, duhet të ketë një ndarje të qartë në politikën e jashtme dhe politikat e brendshme. E masaj në politikat e brendshme bëjt ndarje të qarta në kategoritë ndryshme e mos ti përzin këto çështje. Politika e jashtme, politika e brendshme nuk duhet të përzihen. Në të kaluarën kemi bërë politikë brendshme me politikën e jashtme, tash po bëjmë politikë të jashtme me politikën e brendshme. E kjo përzirje normalisht që nuk ka
nuk ka se si cilë rezultatet mira. Dhe e merë, po vazhdojmë më shumë se gjysma e viti ka kaluar, nuk kemi institucione, pra që deri fund viti kemi një qeveri, sepse për e qëndrueshme nuk di nëse mund shtrohet pyetja nëse mund kemi qeveri qëndrueshme, po kemi institucionet paktën pas javës së ardhshme së zhbllokim kësaj situate që po e shohim. Unë shpresoj se do të ketë një zhbllokim të situatës, megjithatë nuk jam shumë optimist sa i përket mënyrës se si do të formohet qeveria dhe sa do të zgjasë asaj qeveri. Kur e kemi parasysh zgjedhjen e presidentit në prill të vitit të ardhshëm, kjo e komplikon jashtëzakonisht shumë punën. Në anën tjetër, kur kemi parasysh që çfarëdo konstelacioni politik, çfarëdo koalicioni që nuk e përfshin lëvizjen vetëvendosje, nuk do ishte popullor. E në anën tjetër, një koalicion me lëvizjen vetëvendosje nuk e do asnjëra parti. Në çdo variant unë shoh problem në themelimin e institucioneve. Prandaj zgjidhja më e mirë dhe e vetme në këtë rast do ishte krijimi një qeverie teknike e përbërë nga ekspert nga gjitha partitë politike, por pa krerë partijak në to, deri në zgjedhjen e presidentit. Më pas të kalohet në hapin tjetër, të shkojmë në zgjedhje të reja dhe të formohet një qeveri dhe institucione të tjera. Deri atëherë unë nuk shoh një dalje nga kjo krizë e cila duket se është e bërë me qëllim dhe duket se nuk ka interes nga asnjëra palë për ta gjetur zgjidhjen, për shkak se në cilin do variant partitë e ish opozitës do dëmtoheshin dhe në rastin më të mirë lëvizja vetëvendosje do të arrinte të rikthente disa vota për shkak të viktimizimit cilin do ta bënin në rast të një formimi. Dhe ky hezitim, a ka një strategji prapa e gjithë ky hezitim i partive dhe për të bashkëpunuar kjo gjuha polarizuese që e shohim këto blokada, që e shohim dhe a mund të themi që vetëvendosja është kontribuesi më i madh i gjithë kësaj blokade apo i kanë kontribuar edhe këto parti tjera? Po, normalisht, kur je i pari dhe ke më shumë të përgjegjësi, atëherë je dhe e barta dhe barrën kryesore për zgjidhjen e ngërçeve. Lëvizja vetëvendosje ka hyrë në zgjedhjet e fundit me do thot avantazhin e të qenit në qeveri. Lëvizja vetëvendosje ka arritur të marrë 43% të votave të qytetarëve. Rrjedhimisht lëvizja vetëvendosje ka dhe barën për t'i bindur të tjerët që të formojnë institucionet. Prandaj nuk mund të akuzohen të dytët e tretët, cilët janë dyfish më pak në numra për krijimin e blokadës, përderisa është partia e parë e cila nuk ka arritur që të gjejë një zgjidhje, dhe kjo për shkak të gjuhës polarizuese që e ka legjitimuar në Kosovë. Prandaj, në gjithë këtë situatë, bara më e madhe i takon vetëvendosjes, nuk e dija e kam pasur një strategji për ta bërë një gjë të tillë, megjithatë vendi pasojat po i bartë, situata ekonomike nuk është e këndshme, kemi rritje të kostës jetesës në Kosovë, rritje drastike, dhe në anën tjetër, siç e thamë edhe më herët, kostoja e dështimeve në politikë të jashtme do të jetë një kost të cilën do ta bartim edhe për disa vite më radhë. Po, atëherë mirë, të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit ty. Faleminderit. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës.